Përshëndetje miq, këtu I kam sjell pilaf me rozmarin e qetë, thjesht shishëm dhe një pjatë ekonomike. E shoqëruam me salmon, me këtë sallatën plot ngjyra e shëndet. Recetën e sallatës dhe të salmonit e gjeni video më parë. Ky është rezultati I pilafit, me pak fjalë po lej recetën. Një tenxhere, 1 litër e gjysmë ujë, I hodhëm 1 karrot, 1 deg selinoj, 1 kokorqet. Kisha disa bishta finoku për mos I çuar dëm, I kisha ruajtur frigorifer, I fusim tenxhere me pak krip dhe I zejmë. Në një tigan 1 kokorqet, 1 thel pudër, 1 deg rozmarin. Ky ishte orizi që përgatita për pilafin. 4 garuse gjithsej I hedhim në një kullorse e shpërndajmë orizin. Ndërkohë qepën që skuqëm, hudhën dhe rozmarinë e shtojmë tek lëngu vegetal, orizin e hedhim në një digan, e shuaj me verë të bardhë. Basi është përthar, e shuaj me verë të bardhë. Basi përthan dhe verën, e shtojmë tek tigani, shtojmë një lugë gjallë tiganit dhe e skuqim pak derisa të përthahet. Shtojmë lëngun vegetal, 2 me 1, 2 garushë ujë dhe 1 garushë dhe oriz. E përzijmë, e provojmë për krip, I vendosim kapakun, I ulim flakën, jam lodhur tani po merret goja, e derisa të jetë gati 8 deri në 10 minuta. Ky është rezultati, shikoni tani flet puna vet, edhe çfarë të thotë Eli më shumë? Ç'ta hash me sy. Ju përshëndes, si thon javlena po jo. Ciao ciao.